Deputeti i Partisë Demokratike, Bujar Leskaj, së bashku me kryetarin e Partisë Demokratike Vlorë, Hysni Shara, Atirt Hoxha dhe kryetarin e grup seksionit të Novoselës, Sulo Peshtani, zhvilluan një takim me banorët e zonës, duke parë nga afër situatën e krijuar nga përmbytjet. Gjatë prononcimit të tij, deputeti Leskaj u shpreh se qeveria nuk pranon propozimin e Partisë Demokratike për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, duke mos zbatuar as ligjin e vitit 2019 për mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore. Është pse qeveria nuk, mendimin tim, nuk pranon propozimin e PD-s të grupit parlamentar për të shpallur fatkeqësinë natyrore. Edhe ai ligji i vitit 2019 mbi mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore, mbi mbrojtjen civile. Edhe vendimi i Këshillit të Ministrave 2021 pikërisht këto ngjarje parashikon për të mbrojtur qytetarët, për të mbrojtur pronën, për të mbrojtur bizneset dhe për t'i dëmshpërblyer. Ktu është enigma më e madhe, po si gjithmonë papërgjegjshmëria është minimumi në këtë qeveri. Papërgjegjshmëria është minimumi se këtu tani sido që të jetë edhe mos agravoft më keq gjendja, këtu janë dëmtuar prona, bujqësia, janë dëmtuar bizneset, familje, dhe këta po të shpallin blegtoria, po të shpallin gjendjen e fatkeqësisë natyrore, janë të detyruar të dëmshërojnë dhe të ecin shpejt. Po këta ne kemi parë u dëmshëruar nga raste e para e vitit kaluar, edhe në qytetin e Vlorës dhe këtu. Sipas deputetit, papërgjegjshmëria është minimumi që mund të thuhet për këtë qeveri, pasi në zonë janë dëmtuar prona, biznese dhe familje, ndërkohë që shumë prej banorëve ende nuk kanë marrë as dëmshpërblimet e mëparshme.